Sigurisht vini pas një fitorie që ju duhet në këtë moment për t'i dhënë oksigjen skuadrës, si është situata pas nga gjendja psikologjike e ekipit pas fitores me Krematarin? Atëherë, përshëndetje, siç e thamë edhe përpara ndeshjes me Flamurtarin, ekipi duhet një fitore për të dalë pak nga ajo ngërçi psikologjik që ishte për shkak të rezultateve një pas njëshme jo të mira për ekipin tonë. Fal Zotit i arritëm qëllim të fitonim dhe tani gjendja duket shumë e mirë, shumë solide. Ana psikologjike është e mirë, djem kanë bërë një javë shumë të mirë së vitja, kështu që jemi të gatshëm për ndeshjen e nesërme. Okej, një test tjetër i vështirë mbetet edhe Egnatia. Për ju, si keni menduar këtë përballje? Sigurisht që Egnatia është ekipi kampion fuqi, është ndeshje e vështirë, respektojmë Egnatian, por ne do hyjmë që të marrim maksimumin, që të marrim 3 pikë. Çfarë duhet bëjë ky Partizan për të marrë maksimumin dhe si është gjendja e skuadrës, mungesa direktive, dëmtime? Fal Zotit kemi çdo gjë në rregull, dëmtime nuk kemi, edhe preka që kishte një problem shëndetësor është i gatshëm. Do bëjmë maksimumin, duke dhënë maksimumin 110% që në tyre në fushë. Vetëm kjo është ajo që duhet të japim shumë. Pas fitores me Krematarin keni pasur një bisedë me presidentin Deli, ndoshta për të marrë një konfirmim për të qenë kryet e Partizanit deri në fund të sezonit, sepse rezultatet e mira sigurisht sjellin edhe biseda të tjera, të ndryshojnë dinamikën e situatës. Me presidentin kemi folur, vazhdojmë flasim për ditë, jemi në gjendje korrekte, besoj. Do i flasim mas 2 javësh të shohim si do shkojnë situata dhe të vendosim diçka më shumë për ku do ketë nevojë ekipi. Mateo Cipi u dëmtua në Vlorë, cila është gjendja e tij aktualisht? Cipi vinte të luante pas një viti me ne. Kishte një paraqitje shumë mirë ato minuta, por dëmtimi është një dëmtim i rëndë, një kapitulli ligamente që do shkojë më shumë se 6 muaj. Atëherë, mungesa e Gjergji Kotës dhe Besat Budutit, të cilët ishin zgjedhje vetëm për këtë ndeshje apo kështu e shikoni situatën aktuale të Atëherë ne përgatisim çdo ndeshje në bazë duke parë dhe kundërshtarit dhe lojtarët që do na duan për ndeshjen e ardhshme. Në bazë të kundërshtarëve menduam që Guxhufi dhe Kota në atë ndeshje do na duan tipe të tjerë lojtarësh, që ashtu rezultati ishte saktë. Për ndeshjen nesër janë të gjithë të gatshëm. Besoj se edhe Guxhufi edhe Kota janë pjesë e rëndësishme e ekipit, përderisa kanë kontrata afatgjate me klubin, janë pjesë e rëndësishme edhe e klubit për të ardhmen. Arafat Bundjar pati 12.5 km. Cili është çështimi juaj për këtë si diskushon? Të themi të drejtën, përveç Dumbjas që ka pas 12.5 km, kanë qenë 2-3 lojtarë të tjerë që kanë qenë mbi 11, që nuk dua të përmendim gjithë emrat. Prandaj erdhi dhe fitoi, thash, djem dhan maksimumin, duke vrapuar gjatë gjithë 90 minuta dhe një ndeshje vërtet e vështirë. Besoj se vlerësimet i ka Dumbjan e ka vlerësuar klubi kur e ka marrë si një aset i klubit. Sipas jush, cila është pika forte dhe dobët e Egnatias para kësaj ndeshje? Atëherë, Egnatian nuk kemi çfarë të themi, është 2 vjet kampion rresht, ka grupin për disa viteve që nuk e ndryshon në ndonjë element. Pikat e dobta i kemi studiuar, i kemi parë, besoj që edhe djemve jo kemi treguar dhe kemi përgatitur që edhe se çdo ekip ato kanë pikat e dobta që tentojmë, do mundohemi të shënojmë ato pikat tyre të dobta. Pyetje tjera? Edhe diçka të lutem, kam diçka për të sqaruar, se gjatë gjithë javës është marrë koment një deklaratë ime që ka qenë miqësore me trajnerin Morio, punën në thonjzat e spionit, ka qenë më shumë deklaratë shoqërore, duke ditur që kemi punuar bashkë disa muaj më fal. Edhe siç e dinte profesor Morio, Mr. Morio që për Cipi që do aktivizonte edhe unë e dija se kur do aktivizonte duke ditë tipologjinë e trajnerit, nuk është lidhje spioni, gjëra ka qenë më shumë tip shaka me mister.